Vargu të librave në Danimark kushtuar Kosovës dhe shqiptarëve i ushtua edhe libri Kosova, që u promovua në Kopenhag në një organizim dinjitos nga Radio Televizioni Zëri i Kosovës. Autori i librit, juristi dhe filozofi danes Niels Henrik Hue, ish ushtar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ka sjellë një libër të veçantë para lexuesve, pasi që libri është si rezultat i përjetimeve të tija gjatë kohës së bashkangjitjes së tij luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe qëndrimit të tij në Kosovë pas lufte. Për librin dhe rëndësinë e tij folën ambasadorët Kastriot Robo dhe Naim Mehmeti, e sidomos politologu dhe aktivisti i mirënjohur shqiptar Avni Dervishi. Njëkohësisht dhe po në të njëjtin vend, u shfaq edhe ekspozita e piktorëve të mirënjohur shqiptar Sali e Makbule Lutolli, që janë edhe autor të ilustrimit të kopertinës së librit në fjalë. Ekspozitë kjo që do të vazhdoj të shfaqet gjatë tërë javës këtu në bibliotekën e Bispevjergut dhe pastaj do të kaloj edhe për një javë tjetër të shfaqet në Norrebro Helen. Vlen të theksohet se bashkëdhetarët tanë Osman Selmani dhe Shkëlzen Murati u kujdesen që në këtë organizim të ketë edhe ushqim kualitativ dhe pije freskuese e verë nga Kosova, për çka organizatori i falmenderon shumë dhe u është tepër mirënjohës. Fillimisht të pranishmit i përshëndeti veprimtari i çështjes kombëtare në Danimark, Ibrahim Xhemaili. Kja veno bekende, velkom, bashkëdhetarë të nderuar, faleminderit që jeni ardhur. Na kam mbledhur sot miku i ndërmiqt matematik shqiptarëve, Niels Henrik Ugo, i cili kur ishte momenti uri një vendim shumë të rëndësishëm dhe udhëtoi në Kosovë, u bashkangjitur ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe nga përjetimet e tija doli edhe ky libër që sot do ta prezantojmë. Dhe ky libër është, do flet Nielsi më vonë, do të thotë është ilustruar kopertina nga piktorët shumë njohur në mesin e shqiptarëve, Sali dhe Makbule Lutolli, cilët i falenderojmë shumë edhe për këtë ekspozitë kaq të bukur që na ka dhëruar sot e kemi mundësi ta shijojmë. Ekspozita këtu do të rrinë një javë, pas një jave do transferohet në Norrebro Helen, sa për informim. Njëkohësisht jemi shumë të kënaqur që kemi siguruar një panel të tillë dinjitoze, duke falenderuar nga ambasadori i Shqipërisë, nga ambasadori i Maqedonisë, Avni Dervishi, Sali Lutolli, për mos t'ju marr kohë shumë unë japi fjalën Nielsit, që është autori kryesor dhe personi kryesor i kësaj mbramje. Fillimisht një falemendërim të veçantë për Radio Televizionin në Zëri i Kosovës, që ka organizuar promovimin e librit tim me titull Kosova dhe ekspozitën e Sali dhe Makbule Lutollit. Për ata që nuk e dinë, Radio Televizioni Zëri i Kosovës është mjet mediumi që ekziston mbi 25 vite këtu në Danimark. Një falemendërim të veçantë për Ibrahim Xhemailin dhe Ixhet Lutfiun, që kanë dhënë mund të jashtëzakonisht të madh në organizimin e këtij evenimenti. Që të dy i kam njohur për shumë vite dhe çmoj lart miqësinë tonë. Ixheti na ka ndihmuar shumë me punët teknike të këtij organizimi, ndërsa Ibrahimi është edhe personi që më ka ndihmuar të shkoj dhe të bashkangjitem ushtrisë çlirimtare të Kosovës në vitin 1999. Po ashtu dua të falenderoj edhe piktorët Sali dhe Makbule Lutolli, që pranuan të jenë pjesë e këtij evenimenti me veprat më të mira artistike të tyre, si dhe të zbukurojnë kopertinën e librit Kosova me një punim të tyre artistik. Libri në fakt është një mirënjohje për mundësinë që mu dha që të udhëtoj për në Kosovë në një periudhë kritike të historisë së Kosovës. Këtë mirënjohje dua ta shndroj në një mbresë të përhershme. Shumë nga përjetimet e mia nga Kosova kam dëshirë të madhe që t'i ndaj edhe me njerëz të tjerë. Por fillimisht dua të tregoj diçka nga përjetimet të tjera që i kanë nga Kosova, qofshin të mira apo më pak të mira. Dua të them se kam qenë i privilegjuar që të kem njohuri për këto përjetime. Sigurisht dua të them diçka edhe për vetë Kosovën. Çdo njeri që ka qëndruar në këtë vend, sigurisht se e ka përjetuar Kosovën si një vend të bukur dhe tepër unik. Ky fakt sigurisht se është një argument i vërtet, por edhe mesazhi kryesor. Pyetja parashtrohet pse titulli i librit është Kosova. Kosova është emri zyrtar i tashmë shtetit të ri të pavarur, që më herët ishte një krajinë autonome në Jugosllavi. Ndërsa libri përfundon me aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, që u miratua në Parlamentin e Kosovës në vitin 2008. Pra, romani e quan vendin ashtu siç quhet vetë, Kosova, dhe do të ishte mirë edhe këtu në Danimark vendi të quhet Kosova, siç edhe quhet zyrtarisht. Por sigurisht se pyetja parashtrohet se çka përmban libri.
Në përgjithësi përmban portrete në shumë nivele dhe me shumë ndërlidhje. Një mozaik me fate njerëzish gjatë luftës në Kosovë. Ka shumë kapituj të llojshëm që të orientojnë në shumë drejtime të ndryshme, por që në fund bëhet fjalë për tema të njëjta. Romani tenton të përshkruaj sa më shumë që është e mundur për atë çka ndodhi në Kosovë në ato vite vendimtare, por kuptohet gjithnjë sipas perspektivës time subjektive. Pjesa e parë e librit përqendrohet më së shumti në luftën shtrimtare të Kosovës dhe kohën fill pas shtrimit të Kosovës, ndërsa pjesa e dytë për zgjedhjet e para të lira që u mbajtën në Kosovë dhe orvaqet që të përmirësohet ambienti jetësor i vendit. Gjatë ndërimit të mileniumit, Mitrovica llogaritej si vendi më i ndotur në Evropë dhe libri përshkrua në detaje kampanjën dramatike për mbylljen e shkritores në Zveçan. Ata që më njohin mirë e dinë se unë ka vite që jam aktiv në lëvizjen daneze dhe atë evropiane për mbrojtjen e ambientit jetësor. Gati 20 vite nëpërmjet funksioneve të ndryshme kam bashkëpunuar me organizata të ndryshme ekologjike, qofshin ato daneze apo evropiane. Përshtypja ime është se vetëdia për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe interesi për natyrën nuk është më i vogël në Kosovë në krahasim me vendet e tjera të Evropës. Por në këtë segment, si dhe në segmente të tjera, populli i Kosovës është i njëjtë interesuar sikurse pjesa e tjetër e Evropës, por kushtet dhe mundësitë janë të vogla për të bërë diçka kur të merret parasysh ekonomia e dobët e popujve të Ballkanit, që shpesh i detyron njerëzit që të merren me tjera prioritete në krahasim me shtetet skandinave. Brenga ime e madhe është se libri nuk ka qenë në gjendje që të ofrojë Kosovës, popullit të saj dhe rajonit më shumë drejtësi. Kosova dhe pjesa tjetër e regionit ofrojnë shumë kulturë, saqë ndonjëherë është vështirë që të gjitha t'i përjetojsh. Për fat të keq, interesi për konflikte të tjera nga pjesë tjera të botës është aq i madh saqë në shënjestër gjithnjë më shumë janë konflikte dhe tendencat negative. Por shpresoj që të bëj me dije lexuesin se sa të vlefshme janë Kosova dhe rajoni për shoqërinë globale. Por pa marrë parasysh, Kosova është një vend fantastik për të cilin të gjithë duhet të dinë diçka. Për fund i falemendroj të gjithë ata që kontribuan që ky libër të del nga shtypi dhe i falemendroj të gjithë pjesëmarrësit në këtë promovim të librit të ekspozitës. Interesim të veçantë për librin shprehu edhe ambasadori i Republikës së Shqipërisë, Kastriot Robo, sipas të cilit kontributi i Nils Henrik Hue për çështjen e Kosovës është jashtëzakonisht i madh. Libri i Nilsit është një optik krejt ndryshe dhe krejt e veçantë për sa ka shkruar në librin e tij. Unë do të desha ta përshëndesja, po njëkohësisht ta falenderoja Nilsin, sepse kontributi i tij në mbështetje të çështjes shqiptare dhe në veçantë në mbështetje të çështjes së pavarësisë Kosovës është i dyfisht. Është një kontribut që ka filluar me aktivitetin e tij këtu në mbështetje të lëvizjes çlirimtare të Kosovës dhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dhe nga kjo pikpamje unë do desha të falenderoj dhe të përmend kontributin e komunitetit shqiptar në Mbretërinë e Danimarkës, në mënyrë të veçantë i referohem çfarë Nilsi shkrua në libër, zotit Ibrahim Xhemali dhe zotit Xhemal Xheqiri, të cilët kanë qenë promotorë, mbështetës, nxitës dhe shtytës të Nilsit për t'u angazhuar në çështjen tonë aq të rëndësishme kombëtare. Por nga ana tjetër, botimi i librit është kontributi dyfisht, sepse historinë e shkruajnë historianët, por libri i Nilsit është tepër i veçantë sepse ai jep në mënyrë të detajuar shumë ngjarje, ndodhi, evente, takime që kanë ndodhur gjatë zhvillimeve kryesore të luftës për pavarësinë e Kosovës dhe mbas saj. Kështu që një falënderim i madh për të. Ne shqiptarët kemi një fjalë që themi që një mik i mirë është një mik në nevojë. Dhe Nilsi është në ata miq që ne na është gjendur në ditë të vështira, në ditë nevoje, në ditë që luftohej për ekzistencë, për të drejtat e shqiptarëve atje, dhe që fatmirësisht mbas shumë lufte, gjaku, përpjekje, u arrit me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ka një avantazh libri i Nilsit nga formimi i tij si jurist dhe filozof, që shpesh referencat i ka
tepër të sakta dhe të mbështetura ndoshta edhe në jo thjesht dhe vetëm në ndjenjat e tij miqësore, humane për lirinë dhe për drejtat e njeriut, por edhe që bashkohet me të drejtat dhe aspiratat e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Unë do të bëj vetëm një dy referencat vogla që do t'i shkëpus nga libri i Nilsit, i cili thot që në nivel personal, udhtimi im në Kosovë më bindi mua për zgjidhjen e problemeve në botë, duke u përpjekur për të bërë ndryshimin pavarësisht pikave negative që gjithmonë përpiqen të justifikojnë. Për mua, ndërhyrja humanitare në Kosovë konfirmoi se nëse ju doni të përjetoni botën ashtu siç është realisht, duhet të ndodhë në solidaritet me njerëzit e shtypur dhe të persekutuar, të cilët luftojnë për liritë e tyre dhe për një botë më të mirë. Është e nevojshme të sigurohet se mundësia për të bërë botën një vend më të mirë nuk zhduket asnjëherë. Nuk ka alternativa ndaj nismës, vullnetit, për të marrë përsipër rreziqet dhe detyrimet sesa për të mos bërë asgjë fare. Për të bërë lirje të shkurtra ose zgjidhje të thjeshta. Çështja e pavarësisë Kosovës ka qenë, është dhe do të mbetet, dhe zhvillimit të saj të mëtejshëm, çështja e integrimit të saj evropian, ka qenë, është dhe do të mbetet një nga shtyllat kryesore edhe të diplomacisë shqiptare, të shtetit shqiptar. Ne gjithmonë jemi përpjekur dhe do të përpiqemi që të nxisin, të shtyjmë dhe të mbështesim Kosovën drejt integrimit të saj të plot evropian, pasi ardhmja e gjithë kombeve të rajonit tonë i përket Europës. Edhe njëherë do të desha ta përshëndesja dhe ta falenderoja Nilsin për kontributin e tij të vyer, siç thash, i dyfisht, jo thjesht dhe vetëm me kontribut konkret në terren, por njëkohësisht dhe për botimin e këtij libri kaq me vlerë, i cili mendoj do të jetë referencë për historian, për qytetar të thjesht, jo thjesht dhe vetëm për publikun danes, dhe do të sugjeroja që mirë do të ishte libri përkthehet edhe në shqip edhe në anglisht për të shumëfishuar vlerat e tij ndërkombëtarisht. I pranishëm në promovimin e librit Kosova ishte edhe ambasadori i Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, Naim Mehmeti, sipas të cilit autori i librit Kosova, Nils Henrik Hue dhe Danimarka në veçanti, mund të luajnë një rol shumë konstruktiv për të ndihmuar Kosovës dhe rajonit në përgjithësi. Mr. Nils, he explained and he tried to kind of highlight the fight and Nils Henrik Hue e shpjegon dhe mundohet ta nxjerrë në pah luftën e shqiptarëve në Kosovë, luftën për pavarësi. Besoj se Nils Henrik Hue do të pajtohet se kur dikush lufton për të drejtat e veta, ai edhe çdo herë fiton e arrin qëllimin e vet që e kishte. Their rights, they always win and they achieve the goal that they have. So Kosovo, as a part of ex-Yugoslavia, got independence. Kosova si pjesë e ish Jugosllavisë fitoi pavarësinë e vete, por rruga deri kur u fitua pavarësia nuk ishte fare e lehtë. Duhet të përmendim se edhe pjesët tjera ku jetojnë shqiptarët, si për shembull shqiptarët e Maqedonisë, që po ashtu ishin të involvuar në atë konflikt, një numër shumë i madh i popullsisë nga Kosova u dëbuan nga vatrat e tyre dhe që më pastaj u strehuan tek ne në Maqedoni. In that war or the conflict where the huge number of population moved from their homes, they came to Macedonia, we hosted them. And of course we should mention that without the help of European countries,
Dhe po ashtu duhet të ritheksojmë se pandimën e shteteve evropiane dhe shteteve të bashkuara të Amerikës nuk do të i arrinim qëllimit. Pra ky është procesi dhe pasi u arrit pavarësia, tani Kosova ka shumë punë për të bërë. Por besoj se ndihma nga vendet anëtare të Unionit Evropian dhe veçanërisht Danimarka do të vazhdojë të përkrajin proceset në Kosovë, duke u përpjekur që ky vend të bëhet anëtar i Unionit të Evropës dhe NATO-s. Especially here, Denmark will continue to support the processes in this country in regard of becoming EU member and NATO. So I will stop here and once again I want to congratulate Mr. Tani edhe një herë i uroj Nils Henrik Hues suksese me librin Kosova dhe piktorëve po ashtu uroj shumë suksese në punën e tyre profesionale. Po ashtu shpresoj se Nilsi do të vazhdoj punën e tij që edhe në të ardhmen t'i ndihmoj Kosovës dhe rajonit që të antarësohen në Unionin Evropian, me që është mirë për të ardhmen e të gjithë neve. Kosovo and also other regions becoming or EU and NATO members, because this is the future of everyone. And we think that we belong here. Ne mendojmë se i takojmë Evropës dhe jemi pjesë e kësaj familje të madhe dhe sigurisht se Danimarka luan një rol kyç në këtë drejtim. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë eveniment. Ndërsa sipas këshilltarit të mëhershëm të qeverisë së Kosovës, politologut Avni Dervishi, libri Kosova na mëson që të mos e harrojmë të kaluarën sepse ajo mund edhe të na përsëritet. Nuk është lehtë të flasësh për librin Kosova sepse ka shumë gjëra për të thënë, por unë do të përmendi 3 çështje madhore. Pra, po të bëja një rezume të 3 çështjeve më të mëdha të librit të mrekullueshëm që Nils Henrik Hue ka shkruar, atëherë këto do të ishin të drejtat njerëzore, e drejta për të jetuar dhe e treta do të ishte e drejta për vetëvendosje. Në fakt, njeriu pasurohet kur e lexon librin e Nilsit, sepse gjithë eksperienca e tij, nëse me të vërtetë ju intereson rajoni, paqja, të drejtat e njeriut, të drejtat e femrave, për të cilat Nilsi shkruan se janë dhunuar mbi 20.000 femra gjatë luftës në Kosovë, me çrast ai edhe kritikon mentalitetin shqiptar se i nënçmojnë femrat e dhunuara gjatë luftës, gjë për të cilën unë mendoj se Nilsi ka plotësisht të drejtë, sepse në fund të fundit nuk është faji i femrave që i takojnë asaj gjinie, por nëpërmjet librit Kosova, lexuesi i bëhet me dije edhe sot se ka disa çështje që na kanë ndodhur në të kaluarën, me të cilat akoma nuk jemi ballafaquar. Çka Nilsi na tregon dhe na shfaq neve përmes fjalëve të tij të shkruara në libër, e cila nuk është e vështirë të kuptohet sepse vjen nga brendia e zemrës së tij, është fakti se nuk mund të ndërtojsh të tashmen dhe të ardhmen nëse nuk ballafaqohesh me të kaluarën. Nilsi po ashtu përmend se shqiptarët e Kosovës kanë qenë të nënshtruar nga një regjim apartheidi siç ishte ai i Miloševićit, që në fakt është shumë e vërtetë. Ne shqiptarët asnjëherë nuk e deshtëm luftën, ne ishim të detyruar të luftojmë kundër regjimit të Miloševićit. Në fakt, lufta ishte opsioni i fundit i yni, nëse mund ta quaj një opsion. Por duke falemendëruar Danimarkën, shtetet tjera perëndimore dhe natyrisht shtetet e bashkuara të Amerikës, siç përmendi shumë mirë dhe ambasadori i Maqedonisë, pranë patëm përkraje dhe në të vërtetë ju na keni përkrahur shumë dhe në mënyrë interne kemi të bëjmë shumë me këtë. Ju po ashtu e përmendni Prekazin ku ndodhi masakri i parë në mars të vitit 1998. Sot këtu e kam sjell një shoqen time nga Prekazi që është pjesëtare e familjes Jashari dhe që shumë familjarë të saj janë vrarë atje. Kam ftuar atë edhe shumë shok dhe miq nga Suedia që i falenderoj shumë për prezencën e tyre këtu. Është shumë me rëndësi që ne t'i përcjellim mesazhet tuaja jo vetëm këtu në Danimark, në Suedi, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Lugin të Preshevës apo diku tjetër, sepse këto mesazhe janë shumë të rëndësishme. Po ashtu nënvizoni një çështje shumë të rëndësishme të cilën duhet ta parashtroj në gjuhën shqipe. Sa persona keni ditë që në Kosovë kanë qenë 876 varre masive, ngrit në dorën kush e ka ditë. Okej, fra vetë. Shumica jena shqiptara, po? Ne është një porosi për gjithë neve, kështë kritike edhe për mu, se kum ditë që 800 diçka për jo sa. Alright, I'll say it in English. One issue that I did find out, on the many issues I found out in the book, is I asked in Albanian right now, everyone who is present, did you know how many mass graves? Pra, sa nga ju që jeni prezent në sallë keni ditur numrin e varrezave masive në Kosovë, që ishin 876,
por siç duket vetëm 3 veta këtu e dinin sakt këtë numër. Këto vareza masive janë gjetur pas luftës në Kosovë në një vend të vogël si Kosova për nga masia sa skone në Suedi. Unë nuk dua ta kritikoj askënd pse nuk e dinte numrin e saktë të varezave masive në Kosovë, sepse unë vetë gje e kam zbuluar këtë numër të varezave masive në Kosovë dhe për këtë e falenderoj shumë Nilsin. Unë e dija se kishte 800, por jo se kishte 876. Pra është një mesazh për ne se ne e harrojmë të kaluarën tonë dhe unë mendoj se mesazhi i Nilsit është një ndihmë e madhe për ne. Nilsi i ndihmon shqiptarët, në radhë të parë e ndihmon paqen, sepse në fund të fundit ne jemi human pa marrë parasysh se çfarë origjine kemi. Paqen në Evropë, sepse nuk merr më shumë se 3 orë të fluturosh me aeroplan prej këtu. Pra, ju ndihmoni paqen në Evropë. Nuk duhet të shkojmë më lart si në lindjen e mesme apo Afrikë. Pra ne jemi shumë afër. Dhe besoj se shumë nga ne e kuptuam se nëse harrojmë të kaluarën tonë, ajo mund edhe të na përsëritet. Krahas promovimit të librit Kosova me vepra artistike nga fusha e artit figurativ, u paraqiten me punimet e veta piktorët nga Kosova, Sali dhe Makbule Lutolli. Unë kisha pasur me punë më shumë për bashkëpunimin që kom pas me Nilsin. Ky disa vjet përpara më ka kërkuar, veprën time ka kërkuar, natyrisht mas veprën që ndreja vënë, edhe mas shumë vjetë u takum. Edhe se priti takimit tonë, lindi dhe bashkëpunimi, unë e quj u bona roba qeps i librit. Si dizajner grafik që kom punua, deri që tash 251 shkriptar që ja kom zbukuru librin. Për këtyne janë 51 shtete, më ka munguar Danimarka, si vjetë që e puna me dole një vepër e ime në Danimarka. Kështu që mas shumë të falenderoj Nilsin për këtë bashkëpunim. Ne morëm po ashtu edhe prononcimin e vet autorit të librit, Nils Henrik Hue, i cili do të flet për përkthimin e librit në gjuhë të tjera, sikurse ishte edhe dëshire shumë të pranishmëve, dhe se si e sheh ai rindërtimin dhe zhvillimin e Kosovës në ditët tona. Fillimisht dua të them se ishte një promovim libri dhe ekspozit e mirë organizuar, me shumë pjesëmarrës të interesuar dhe mbi të gjitha më pëlqyen shumë fjalimet e atyre të cilët thanë diçka rreth librit Kosova, siç ishin fjalimi i ambasadorit të Shqipërisë Castro Trobo, atij të Maqedonisë Naim Mehmeti, si dhe fjalimi i politologut Avnit Dervishi, që më herët ishte edhe këshilltar i qeverisë së Kosovës. Një organizim i bukur për të cilin e falenderoj Radio Televizionin Zëri i Kosovës që transmeton nga Danimarka, dhe jam shumë i lumtur për këtë dhe nuk kam mundur ta paramendoj një organizim më të mirë për promovimin e librit tim Kosova. Në fakt, organizimi i tekalon të gjitha parashikimet e mia, edhe pse para se të vi këtu në këtë sallë kisha shpresa se do të jetë gjithçka e mirë organizuar. Libri është i shkruar në gjuhën daneze dhe sigurisht se lexuesi danez është ai i cili mendoj se duhet ta lexojë këtë libër. Ky libër ka të bëjë me konfliktin në Kosovë që ka ndodhur para më shumë se 15 viteve. Në libër përshkruan çështje me interes të përgjithshëm dhe përveç lexuesit danez, sigurisht se lexues mund të jetë çdo kush, duke përfshirë këtu edhe vetë shqiptarët. Shpresoj se libri do të përkthehet që edhe të tjerët që interesohen për çështjet e Ballkanit do të kenë mundësi që ta lexojnë. Fillimisht duhet të shohim se sa do të jetë interesimi për leximin e këtij libri, duke përfshirë këtu edhe lexuesin shqiptar. Të shumt do jenë ata që do të kuptojnë se kujt i referohem në libër për gjërat që kanë ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Unë jam tepër optimist sepse ky promovim i sotëm është një rekomandim i shkëlqyeshëm për të lexuar librin Kosova dhe sigurisht se jam shumë i interesuar të shoh rrugëtimin e më të qeshëm të librit Kosova. Unë nuk kam qenë në Kosovë këto 15 vitet e fundit dhe kam vështirë të them diçka sa përket Kosovës. Kam dëgjuar se procesi i rindërtimit të vendit ka shkuar relativisht mirë, por një gjë që na ka zgënjur neve të gjithëve, duke përfshirë edhe vetveten, është se Kosova ende nuk është bërë antare e Unionit Evropian. Kosova është pjesë e Evropës dhe si e tillë duhet të ishte antarësuar qëmoti në Unionin Evropian.
Në promovimin e librit Kosova, ishte i pranishëm edhe eksperti i çështjeve ballkanike Cue Magnussen. Nils Henriku është, sa e di unë, i vetmi danes që në mënyrë aktive ka luftuar për lirinë dhe pavarësinë e shqiptarëve të Kosovës. Dhe kur them ka luftuar, duhet të saktësoj se ai është i vetmi që ka luftuar me armë në dorë. Danes të tjerë kanë përkrahur luftën e shqiptarëve të Kosovës nëpërmjet artikujve të shkruar nëpër gazeta, me paraqitje në televizion, duke marrë pjesë nëpër demonstrata e në shumë mënyra të tjera. Por Nils Henrik Hue është i vetmi që njoh i cili rrezikoi jetën e vete duke iu bashkangjitur ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ishte një kontribut ekstraordiner nga ana e tij, por ai është një njeri edhe me preokupime të tjera, si për shembull është aktiv kur është në pyetje përmirësimi i ambientit gjesor, gjithashtu është edhe jurist dhe filozof. E vetmja gjë për të cilën mund ta kritikojmë Nils Henrik Hue është se përfundimi i librit Kosova ka marrë më shumë kohë se sa që duhej, sepse ky libër është një kontribut i madh për miqësinë danezo-shqiptare. Nuk besoj se dikush sikur Nils ka trajtuar në detaje aq shumë aspekte në ndonjë libër kur është në pyetje lufta e Kosovës. Dhe ai përshkruan gjëra për të cilat shumë danes kanë mungesë njohurie. Pak danes e mbajnë mend luftën e Kosovës apo ardhjen e refugjatëve këtu në Danimark, dhe shumë veta e kanë haruar se lufta në Kosovë u bë për shtirimin dhe pavarësimin e Kosovës. Magjistri i shkencave të filmit dhe të medias Rune Balsøe Jensen është danezi i cili ka qëndruar në Kosovë fill pas lufte dhe ka punuar si kamerman në Koha Vision. Sipas tij, libri Kosova na bën të vetëdijshëm se ka gjëra tek të cilat duhet të fokusohemi dhe gjëra që do të na bëjnë neve të mendojmë edhe një herë se çka ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Të them të drejtën, akoma nuk e kam lexuar tërë librin dhe e kam vështirë të them diçka për përmbajtjen e librit. Por ajo që mund të them në lidhje me varrezat masive dhe se ka më shumë se 800 varreza masive, besoj se është shumë e rëndësishme që të fokusohemi te kjo temë. Po ashtu vlen të theksojmë se kemi politikanë me shumë ndikim në parlamentin danez që thuan se nuk ka as pak varreza masive në Kosovë. Po ashtu një aspekt tjetër që duhet të trajtohet është dhunimet sistematike të grave në Kosovë gjatë luftës. Pra, ka gjëra tek të cilat duhet të fokusohemi dhe që do të na bënte neve të mendojmë edhe një herë se çka ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Sepse për fat të keq, konfliktet dhe luftrat që ndodhin në botë, në moment që mediat nuk janë prezente aty, kalojnë në harres. Sigurisht se madhështinë këtij organizimi edhe më shumë ja ka shtuar prezenca e Elfie Jasharit, e cila është pjesëtare e familjes Jashari nga prekazi heroik, ndërkaq sa i përket librit Kosova, ajo thotë: Në mesin e bashkombasve tanë e takuam edhe Albina Latifajn, përfaqësuese e shoqatës humanitare Femra Shqiptare në Suedi, që enkas për promovimin e librit Kosova dhe ekspozitës së Sali dhe Makbule Lutollit kishte ardhur nga Malmoja e Suedisë. Sigurisht se libri Kosova i shkruar nga Nils Henrik Hue do të vazhdojë rrugëtimin e vet edhe në vende të tjera, sikurse është Suedia, ku drejtori i Qendrës Kulturore të Kosovës, Naim Sadiku,
është më së i hapur për promovimin e këtij librit edhe në Suedi, ndërsa së shpejti edhe veprimtari i çështjes kombëtare në Danimark, Ibrahim Xhemaili, do të udhëtojnë bashkë me autorin e librit Kosova, Nils Henrik Hue, edhe në Kosovë, ku pritet po ashtu një interesim i madh për promovimin e këtij libri.